Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin politik në vend dhe se çfarë e pret Edi Ramën brenda Partisë Socialiste dhe a është Elisa Spiropali ajo eksponente apo kocka e fortë që mund të rrëzojë Edi Ramën brenda Partisë Socialiste dhe a ka një grup që fshihet pas vetë Elisa Spiropalit që mund të çojë në rrëzimin e Edi Ramës. Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika tjera, ne kemi të ftuar avokat Gylsen Zhlimën. Zoti Zhlima, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, përpara se të shkojmë tek ajo që po ndodh në Partinë Socialiste mes Edi Ramës dhe Elisa Spiropalit, të ndalemi pak tek procesi ndaj Ilir Metës që ka shkaktuar jo pak debat në opinionin publik, nisur nga paraqitja e tij në kafazin e Xhamit, ndryshe nga sa duhet të ndodhte që të ndodhej pranë avokatëve të tij. Zoti Meta ndodhet në paraburgim këtu e një vite sa. Gjendja e tij shëndetësore dhe mendore është e mirë, por ne duhet kemi parasysh se zoti Meta ndodhet në paraburgim dhe sigurisht që në kushtet e paraburgimit kilet sigurisht do të kenë ulje, por e vërteta është që edhe vetë zoti Meta ka qenë gjithmonë aktiv sepse bën stërvitje brenda ambienteve të paraburgimit për aq sa i lejohen dhe për sa i përket ajrimit, për aq sa i lejohet edhe aty. Zoti Meta plotëson disa nga pikat të cilat janë të lejueshme sipas protokollit, ndonjëherë ekstrem ndaj tij që vendoset në krahasim me grupe të ndryshme kriminale të cilët janë në paraburgim që gëzojnë plot mbështetjen e drejtorëve të burgjeve në burgje të ndryshme të Shqipërisë, kur i kemi parë vallëzojnë, kërcejnë, gëzohen, pinë, dehen dhe në të gjitha format. Se sot kishte dalë një video e gazetarit Flamur Vezaj, i cili jeton dhe punon në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku nga një burg i sigurisë së lartë në vend, nuk e mbaj mend konkretisht cili burg bëj fjalë. Është një burg në Republikën e Shqipërisë, dhe si burgi i Republikës së Shqipërisë duhet të ishte në kushte normale, ashtu siç i bëjnë presidenti të Republikës, i bëjnë protokoll ekstrem për rastin sepse duhet të kënaqet zoti Rama që për të marrë me pak fjalë hakmarrjen e tij për shkak se Ilir Meta ishte ai politikani që e sfidoi publikisht dhe goditi, jemi realist, në shumë betejë në gjykatën kushtetuese. Por e vërteta është që mos ja bë gropën tjetër se një ditë bie vetë dhe zoti Rama duhet ta kuptojë, por në rast se nuk e kupton, nuk ka rëndësi sepse do shkojë edhe zoti Rama në një moment të caktuar në këtë betejë me drejtsinë e tij. Por duhet të krahasojmë që sistemet e burgjeve, pra ose më sistemi në burgje, është një sistem i cili është i komanduar nga banda të ndryshme kriminale, përderisa ne na është provuar dhe faktuar kjo gjë nga raporte të ndryshme të institucioneve kombëtare por edhe ndërkombëtare. Po, të ndalemi pak te kjo pjesë me që e sollët në vëmendje, sepse për pak isha duke anashkaluar në kuptimin që e kisha harruar për një moment. Pjesën e videos ku shfaqen eksponentë të krimit organizuar në këtë burg të sigurisë lartë, ku dëfrehen, bëjnë video, pra duket sikur janë një jetë normale jashtë burgut dhe jo brenda burgut. Në këtë rast, me çfarë siguri e kemi të bëjmë në burgje në këtë rast dhe çfarë reflekton në një farë mënyre për vetë sigurinë dhe në burgje dhe ose më saktë këta të burgosur kanë privilegje të tjera nga të burgosurit e tjerë? Po e nis nga e fundja, po kanë privilegje, kanë mbështetje, kanë përkraje, sepse mos harroni faktin që Partia Socialiste me qëndrimin e saj disa vjeçare në pushtet, sigurisht që ka marrë mbështetjen dhe ka vendosur në punë dhe në funksion për mbledhjen e votave grupe të ndryshme kriminale, të cilat nuk është se i them unë për thashë them apo për të treguar që Partia Socialiste është një bandë kriminale, por Partia Socialiste ka treguar vetë që në përgjimet ku përgjën vetë pjesëtarët e saj,
kanë punuar me grupe të ndryshme kriminale. Në rast do të shpifja do të ishte mëkat, por në rastin konkret janë prova dhe fakte që tregojnë nga institucionet jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare që Partia Socialiste e qëndruar në pushtet është e mbështetur dhe sigurisht që bandave kriminale ose personave të cilët kanë një rrezikshmëri të lartë shoqërore për shkak të veprimeve të mëparshme të formës së prerë të dëshmisë së penalitetit të tyre dhe ekspozimit tyre në grupe të ndryshme kriminale, kanë treguar që kanë mbledh vota për Partinë Socialiste dhe një pjesërisht drejtorët të burgjeve japin tek këto banda të hapësirën që ata të bëjnë atë që unë them vazhdimisht, lojën e famshme, loja është shumë e qartë që do të bëni vota për Partinë Socialiste dhe ju do të bëni çfarë ju do shpirti në për burgjet e Shqipërisë, sepse në fund fare një parti qeverisë dhe shteti është një. Pra, shtet parti është një dhe sigurisht që këto janë aksese që kanë persona të cilët janë me precedent penal në burgjet e Shqipërisë. A mba përgjegjësi penale drejtori i burgjeve? Besoj se po, ose duhet kishte mbajtur. A mba përgjegjësi penale ministri i cili e emëron drejtorin e burgjeve? Unë besoj se po, por a duhet të themi në fund fare, a ka ndonjë person përgjegjësi morale për ata të cilët e emëron për burgjet e Shqipërisë që janë drejtorët përmes Ministrisë së Drejtësisë? Unë mendoj se jo. Pra do thotë që e gjithë loja që sot i kanoset qytetarëve shqiptarë është që në burgje, por edhe në drejtësinë e Partisë Socialiste nuk janë të gjithë të barabartë dhe nuk trajtojnë të gjithë në mënyrë të barabartë. Çfarë do të prodhoj sipas jush kjo video, pra që tregon eksponent krimit organizuar që do frehen në një burg të sigurisë lartë? Do të ketë përgjegjësi nga ana e zinxhirit të institucioneve që në varësitë njëra tjetrës? Edhe njerë do të kemi parasysh që përgjegjësia në Republikën e Shqipërisë shkon jetim, në rast se do të kemi përgjegjësi është kur drejtorët e burgjeve dhe ata të cilët kanë aksese në burgje dhe nuk kanë atë kontrollin e shtuar, do të mbledhin vota për Partinë Socialiste në 2027. Në rast se jeni në një botë tjetër që mendoni sikur pas kësaj video do të ketë shkarkime, sigurisht shkarkime do të ketë në nivele këta tilla që të kuptohet që ne bërëm veprimin ton, por kurse si nuk do të ketë shkarkime në kuptimin e përgjegjësisë morale dhe juridike, për shkak se të gjithë drejtorët e burgjeve pothuajse janë në shërbim të Partisë Socialiste, janë të emëruar për Partinë Socialiste dhe Partia Socialiste nuk mund të bëjë gabime për shkak se i përdor ata në zgjedhjet të ardhshme lokale. Prandaj, në rastin konkret, ju nuk pat shkarkime ose më mirë nuk pat asnjë reagim zyrtar ku në mes të rina si policia ishte amatore, policia ishte jo prezente dhe në fund fare zoti Proda në vend të shkarkohet nga detyra për shkakun e kësaj ngjarje, u shkarkuar për shkak se protestuesit vajtën edhe goditën vilën e komunistit Enver Hoxha. Pra do të thotë që mos vendosni Shqipërinë në një situatë ose më mirë në një kuadër të ndershmërisë institucionale dhe të kartës morale politike në kuptimin që drejtuesi politik i burgjeve që është ministri i drejtësisë të paktën të kërkoj dorëheqjen e personave ose të shkarkoj personat të cilët përfshihen në këto fakte. Duhet themi që Partia Socialiste si një parti shtet nuk kuptohet qartësi që ka përgjegjësi edhe politike edhe morale kundrejt qytetarëve kur ka të bëjë me sjellje të tilla në institucionet e vuajtjes së dënimit. Po ashtu prokurorët dhe gjyqtarët, të cilët janë noter, pra gjyqtarët noter të prokurorëve, nuk e kanë rritur nivelin e tyre të gjykojnë në rast se masat e sigurisë arrest në burg dhe qëndrimi personave në paraburgim i shërben në të vërtet të luftës krimit organizuar apo thjesht është një lojë e famshme të statistikore kur këta individ takojnë në një burg dhe përveç kësaj ata vetëm festojnë për shkak se nuk kanë hallin, për shkak se janë në burg, po thjesht janë të bindur që plotësojnë një statistik pavarësisht se mund të dënohet për një formë procedurale që të kuptohet statistikore. Prandaj gjyqtarë dhe prokuror këta individ janë të rrezikshëm dhe mund të i kanosen në çdo moment jetën tuaj për shkak se ju nuk keni kuptuar që ata bëjnë lojë me ju dhe nuk është se ju po vendosni drejtësinë për ata.
Në këtë rast, çfarë tregon e gjithë kjo ngjarje? Kjo është fytyra e vërtetë e shtetit të Edi Ramës dhe çfarë do duhet bërë me këtë ngjarje, apo mendoni se do të kalojë ashtu siç kalojnë pothuajse çdo skandal në radhët qoftë qeverisë apo edhe qoftë nivel vendor apo edhe qendror? Fytyra e zotit Rama, ose më mirë figura e zotit Rama, apo qasja e Partisë Komuniste në Partinë Socialiste dhe nga Partia Socialiste partia e cila i shërben më të fortit që ndodhet në ambientet e paraburgimit për tu përdorur në të ardhmen në zgjedhje parlamentare ose ato lokale. Është shumë e qartë dhe nuk duhet të jemi as pak emocional në rastin konkret, për shkak se zoti Rama dhe skandalet që plasin her pas here monitorohen në mënyrë të tillë duke bërë raste të ndryshme, sikur kanë thënë edhe funksionarët të Partisë Socialiste, që edhe për abuzimet seksuale ka ndodhur edhe filma. Edhe ky është një film i radhës i cili nuk kupton qartësi që Partia Socialiste dhe vetë socialistët duhet të kuptojnë që kur përplasen në burg nuk kanë ato privilegje të cilët kanë miqtë e tyre që ndihmojnë Partinë Socialiste me vota. Prandaj këtu duhet të them që unë uroj larg qoftë mos të ndodhi askujt, por e vërteta është, unë jam i bindur që socialistët në rast se do të përfundojnë ndonjë nga ata në burg, larg qoftë, edhe një herë them, një socialist i ndershëm për shkak të një situate jo në dëshirën e tij, por nga pakujdesia, nuk do të ketë këtë privilegj të cilët kanë njerëz të cilët nga drejtori i burgut marrin bekimin për të futur edhe sende të palishme. Prandaj ajo që unë mendoj është që çdo skandal për Partinë Socialiste e bën Partinë Socialiste një parti e cila është pothuajse e vendosur në kuadrin e kriminalitetit, mbikëqyret nga kriminaliteti, dhe në fund fare Partia Socialiste është një parti e cila mund të përfundojë si një parti antiligjore, antikushtetuese, në rast se do të kishim një drejtësi konkrete, reale në këtë vend që do të përballet me fakte konkrete dhe jo imagjinare, sepse është e pamundur që në çdo skandal që plas, duke përfshi funksionar politik të Partisë Socialiste, por dhe funksionar administrativ të emëruar nga Partia Socialiste, ne shikojmë që shteti ka ikur nga shinat e asaj që ne themi lejshmërisë dhe është shndërruar një shtet i palishëm, i cili udhëheqet nga palishmëria absolute e individëve të cilët janë të përfshirë me grupet e ndryshme kriminale. Uroj që në burgjet e Shqipërisë mos ketë socialista, por unë jam i bindur që ka edhe nga ata të cilët pavarësisht se partia i vendos për të bërë një punë, pra i vendos për të bërë një rol, po në fund fare ata nuk e kuptojnë që edhe rolin që i ka vendosur është thjesht statistikor për të kënaqur veten e saj nëpërmjet zotit Rama, që i përdora të gjithë, po thjesht karrikën time ta mbaj dhe të uroj që mos të përfundoj dhe unë si ata të cilët unë i kam hedhur në kazanin e plerave. Për të mbetur te modeli që ofron Edi Rama, qoftë në Partinë Socialiste, por qoftë edhe përmes qeverisjes, së fundmi ka lindur një debat mes Elisas Piropalit dhe Edi Ramës, dhe ky debat është përforcuar kryesisht pas pas shkarkimit të saj nga posti ministres së jashtme. Në gjithë këtë vimësi të debatit që ka ndodhur, ju si e keni parë dhe si e shikoni tani, a ka vërtet kapacitet Elisas Piropali për të goditur hapur Edi Ramën dhe në një farë mënyre për të dalë përpara opinionit publik dhe për të thënë disa të vërteta që deri tani i ka në mënyrë simbolike, ku i është lutur në një farë mënyrë Edi Ramës duke i thënë më përjashto? Së pari duhet të bëjmë një inventarizim të prezencës së zonjës Piropali në Partinë Socialiste, në keqeverisjen e Partisë Socialiste dhe në marrëdhëniet me zotin Rama. Jo, patjetër se duhet kemi parasysh që niveli demokracisë së brendshme dhe disidenca, apo themi në thonjza, apo mendimi kritik brenda një Partie Socialiste ka rënë deri në atë nivel saqë ne tashmë në një farë mënyrë apo ata që janë kundër Edi Ramës i kanë shpresat tek Elisa Piropali. Pra, e kupton se sa rëndë është situata.
ekziston reagimi, edhe një herë duhet kemi parasysh, Partia Socialiste pas 2017-s, me rastin e fundit të zotit Blushi mos gaboj, edhe zonjës Hafizi mos gaboj, nuk ekziston të kesh në Partinë Socialiste apo të kesh dëgjuar një zë kundër vendimarrjes ekstreme të zotit Rama. Nuk e dëgjuar ndonjëherë të ketë një reagim për raste të ndryshme të arrestimeve nga spaku të individëve të cilët kanë qenë dikur në një truezë bashkëpunimi, bashkëbisedimi ose shoqërie të ngushtë me ata të cilët kanë bashkëpunuar. Prandaj ti në këtë situatë që je sot si parti politike, por edhe si njeri, se në fund fare çfarë janë ata të cilët mbushin karriget e Partisë Socialiste, janë njerëz, po pavarësisht se paftyrësia e tyre është në kulm për çdo tjetër, por e vërteta janë njerëz, të paktën ata si njerëz dhe nga ana emocionale duhet të reagojnë kundrejt një arrestimi të padrejtë brenda partisë tyre, pavarësisht se sistemi dhe drejtësia e tyre është e Partisë Socialiste, po ata të paktën duhet kishin moralin të reagonin. Zonja Spiropali që më vendosin në këtë kuadër nuk ka pasur në asnjë moment reagim përveç servilizmit absolut të zotit Rama, duke thënë Skënderbe, duke thënë çfarë do lloj fjale, duke treguar që është kaq shumë pas zotit Rama se sa ajo nuk mund të thotë diçka kundër zotit Rama. Ishte ministri, ishte kryetari i kuvendit, ka marrë të gjitha ato bekimet apo mbështetjet e zotit Rama dhe në asnjë moment nuk doli të fliste për mungesën institucionale brenda Partisë Socialiste, për mos lënien e garës, për mos lënien e personave të flasin për të ndihmuar Partinë Socialiste. Nuk ka qenë kurrë ajo e cila duhet të thoshte të vërtetat ashtu siç ajo i mendonte dhe jo t'i diktonte dikush tjetër. Pra zonja Spiropali sot na vjen edhe na thot që unë për shkak se më hoqi ky nga ministre, unë tani mendova se situata nuk është mirë sepse dikush nga familja ime goditet nga administrata shtetërore për shkak të disa gjërave me të cilës kanë fare vlerë për ne sepse s'na intereson, të gjithë jemi subjekt kontrollit dhe s'ka pse të kemi frikë nga subjekti i kontrollit. Ai i cili bën kontrollin edhe abuzon, sigurisht që ka personale me personin dhe personi sigurisht do të kthej personale sepse abuzon me detyrën. Por ajo pjesë që ne duhet të kuptojmë është kjo këtu. Pse zonja Spiropali reagon sot kur nuk kishte reaguar ndonjëherë tjetër? Sepse ne këtu duhet ta materializojmë në fakt konkret. Çfarë do thotë? Marrëdhëniet e zonjës Spiropali me zotin Rama, politika e saj brenda Partisë Socialiste për të përfituar diçka, dhe lind pyetja çfarë ti do të përfitosh, çfarë ti ke në mendjen tënde të përfitosh pas zgjedhjeve të 2029-s. Do të shkosh në zgjedhjet e 2027-s të konkurosh për kryetar bashkie, Rama nuk të dha besimin edhe ti sigurisht shpik çdo artific konfliktuale për të treguar që unë dua të shkoj të garoj, ose je në një lojë, dhe këtu duhet një kujdes shumë i madh, ose je në një lojë të vazhdueshme me zotin Rama, por zoti Rama të përdor si një sfungjer për të thithur të pakënaqurit brenda Partisë Socialiste për të dhënë ty terrenin të kesh mundësi të marrësh dhe skanosh brenda Partisë Socialiste çfarë do lloj pakënaqësie dhe mosmarrveshje kanë të tjerë dhe si janë mbarë të takojnë A ekziston ky skenar që Edi Rama mund t'i krijojë këtë hapësirë Elisa Spiropalit që në mënyrë artificiale të krijojë idenë se ka një lloj demokracie të brendshme dhe se po lëvizin disa gur, po themi, mes eksponentëve të Partisë Socialiste kundrejt Edi Ramës, pra për ta shfryrë deri diku? Dëgjoj mua tani. Ti duhet të i referohesh memorjes edhe të shkosh pak vite mbrapa, në 2011-ën. Zonja Spiropali, në kohën kur ka qenë tek Freshi, ka pasur konflikte me zotin Rama në grupi Mjaft dhe Fresh. E mbani mend besoj, në atë kohë zonja Spiropali dilte me deklarata publike kundër zotit Rama. Por zoti Rama në asnjë moment as se përjashtoi, por dhe as se ignoroi. Por e mbajti aty si një partnere e vazhdueshme e cila duhet të vazhdoj punën dhe betejën ashtu siç duhet, sepse zoti Rama e gjen
linjën apo rrugën e konsultimit dhe bashkëpunimin me zonjën Spiropali. Tani vim në 2026 dhe themi, kur zoti Rama e ka vendosur zonjën Spiropali në disa dikastere shumë të rëndësishme të vendit, institucione të cilat kanë pothuajse peshë shumë të lartë në vendin tonë, vjen momenti ku ajo shpërthen kundër zotit Rama. Ky shpërthim nuk është shpërthim emocional i saj ndaj zotit Rama në aspektin politik, por është thjesht një makineri e cila kërkon si një nga aspektet kryesor që unë të marr ato çfarë të pakënaqurit të Partisë Socialiste kanë me zotin Rama, t'ia përcjell zotit Rama dhe në momentin e caktuar Rama të jetë ai i cili do të japi përgjigjen përfundimtare që zonja Spiropali do të jetë kandidate për Bashkinë e Tiranës për Partinë Socialiste ose zonja Manastirliu, sepse diskutimi nuk është kush do të jetë personi që do të marrë drejtimin e Partisë Socialiste. Diskutimi është kush do të jetë personi që do të drejtojë Bashkinë e Tiranës. Konflikti midis zotit Rama dhe zonjës Spiropali është për Bashkinë e Tiranës, nuk është për një konflikt të brendshëm mosmarrveshje. Sigurisht që do të ketë konflikte. Ata që e njohin zotin Rama dihen që ai gjithmonë vdes për konflikte, nga mjeset deri në darkë të bëj konflikte me ty dhe të shahet nga mjeset deri në darkë me ty. Por e vërteta është që zonja Spiropali ka një ambicie tjetër që thot, unë nuk marr dot partinë se është ky, po unë duhet të marr bashkinë, se kur të marr bashkinë të iki ky se ja marr unë ashtu si ja mori ky Fatos Nanos. E gjitha kjo është loja për ata njerëz që nuk e kuptojnë dot. Por ne themi këtu që kjo është një lojë patjetër e organizuar dhe e mbështetur në heshtje nga zoti Rama, sepse zoti Rama kërkon patjetër të shikojë kush janë kundërshtarët e tij të vërtet brenda Partisë Socialiste. Kush do të jenë persona që shkojnë takojnë Elisën, çfarë do t'i thojnë Elisës dhe se si do veprojë Rama kundrejt atyre në momentin e duhur kur do të cenohet karrikja e tij brenda Partisë Socialiste. Pra, në këtë rast kemi konflikt të vërtet, në qoftë se e gjykojmë në këtë mënyrë, ku Elisa Spiropali kërkon Bashkinë e Tiranës dhe nga ana tjetër Edi Rama kërkon që të lërë në Bashkinë e Tiranës një njerëz të besuar, pra si Gerda Manastirliu, e cila nuk ka ambicie apo të kërkojë një karrierë politike të mëtejshme për postin e kryeministrit, dhe në këtë rast është Elisa Spiropali e cila shikon përtej pjesës partijake dhe kërkon postin qoftë kryetarës bashkisë nëse do të garonte për zgjedhjet e ardhshme dhe qoftë atë të kryeministrit, sepse është parë historikisht që kush kalon nga Bashkia e Tiranës synon postin e kryeministrit, gjë të cilën synonte edhe Erion Veliaj, por u bë kurban tashmë nga Edi Rama. Në këtë rast Elisa Spiropali sa gjasa ka që të bëhet kurban pa shkuar ke Bashkia e Tiranës? Synon të marri Partinë Socialiste duke marrë Bashkinë e Tiranës, jo kryeministrin, sepse shiko se si është situata tani në Partinë Socialiste. Nuk jemi më në pozitat e mëparshme të vitet mëparshme që atëherë ka patur një kulturë morale ku Partia Socialiste në atë kohë ka qenë e moralit për shkak se ti e shikoje se si dikush që ishte në pozita të ndryshme mund të jepte dorëheqjen dhe të largonte nga pozitat e tij, por sot Partia Socialiste sa më shumë o çuna burgaxhi, aq më shumë jemi të krenuar për arritjet tona. Por shkojmë pak më tutje dhe themi diçka tjetër. Sigurisht në Partinë Socialiste do ta kesh konfliktin. Pra, unë nuk flas për një konflikt i cili është një konflikt i pastisur. Është një konflikt i stisur, i cili sigurisht që në përmbajtjen e vet ka edhe atë që ne themi vazhdimisht realitetin. Pse? Sepse përballen interesat, fërkohen dhe përplasen gjithmonë patjetër këmbvështrime të ndryshme për sa i përket qëndrueshmërinë në politikë, sepse politika mund të jetë një profesion për ata të cilët janë pa profesion, por e vërteta është një fushë betejë e cila të jep shumë, do thosha, gjëra interesante për sa i përket vazhdimësimin në politikë dhe sidomos
ku ke të bësh me dy parti të mëdha politike, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, ku të gjithë konkurrojnë për një karrike. Nga ana tjetër, duhet keni parasysh që zonja Spiropali nuk është një individ i cili në Partinë Socialiste është vendosur që do të largohet nga politika sepse zoti Rama do ta vendosë të largohej nga politika. Por ajo duhet patjetër të tregojë prezencën e saj, leadershipin e saj, që në çdo moment të mundshëm, zoti Rama kur të jetë i rrezikuar nga faktorë të tjerë të cilët vetë ai ka lejuar, po për shkak se nuk ka kuptuar se si duhet i kishte parandaluar, por i ka lejuar ato me vullnetin e tij të gjitha pasojat që të vinë, sigurisht që ju duhet keni parasysh që zonja Spiropali është personi i cili thotë, përderisa zonjën Balluku e kam të proceduar dhe kam të pandehur, ajo nuk do të vinë asnjë moment të më cënoj mua interesat e mia për shkak se unë kam qenë korrekte me ligjin. Ka problem me syrin. Pra, në një farë mënyre Edi Rama po krijon hapësirë për t'i lënë Partinë Socialiste një rrugë besuar si Elisa Spiropali. Edhe një herë, Edi Rama nuk i lën Zahos partinë, jo më t'ia lej Elisën. Tani, shiko kush është situata këtu. Situata është që Rama thotë unë po bëj një plan B brenda Partisë Socialiste, duke pasur dy persona të cilët unë i kam besuar. Zonja Spiropali është person i besuar i zotit Rama. Mos e hiqni nga mendja juaj që është një person i cili kundërshton zotin Rama. Zonja Spiropali në momentin kur do të shikoj që zoti Rama i ka bërë dosin në SPAK, me shumë vonesë do kuptoj që po në të vërtet unë pas kam qenë personi që Rama ka dashur të më largoj dhe të më përjashtoj përfundimisht në Partinë Socialiste duke përdorur drejtsinë e tij. Po ky është një moment tjetër, nuk futemi në këtë situatë sot. Po këtu jemi që në Partinë Socialiste kemi rastin Braçe, kemi rastin Spiropali. Rasti Spiropali kërkon vëmendje maksimale. Pse? Sepse zonja Spiropali ka pasur vazhdimisht konflikte me zotin Rama dhe ata i kanë zgjidhur konfliktet e tyre. Dhe në momenti kur ajo do të vendosi që kush duhet të fitojë, sepse Spiropali vendos kush do të fitojë me betejën me Edi Ramën. Ne di pse vendos Spiropali, sepse zonja Manastiliu është shumë e dobët politikisht. Zonja Manastiliu është për këtë rast. Për shembull, bëj 1 2 3 4, ekzekutoj 1 2 3 4 gjëra mbaroi punë. Zonja Spiropali ka qasje tjetër në raport me institucion që ajo mban. Në rast do të shikosh, ajo kur futet në një institucion duket ndryshe, mban tjetër qendrim, pra e kthen rotacionin ashtu siç do, ndërsa tek zonja Manastiliu është një person i cili Rama e vendos aty që mos të rrezikohet nesër karrikja e Ramës kur do të jetë kryetari i Partisë Socialiste dhe pas ikjes nga pushteti të Partisë Socialiste, sepse Partia Socialiste një ditë do të ikë nga pushteti dhe ajo është e sigurt. Por puna është se si do ikë nga pushteti Partia Socialiste, a do të ikë natën, a do të ikë ditën. Dhe e them me plot seriozitet këtë gjë dhe mund të krenohen edhe me militantët e Partisë Socialiste, por është më e bukur ta shikojnë se si përfundojnë njerëz që janë më shumë në pushtet dhe duhet ta provojnë edhe këtë fakt. Është shumë e rëndësishme ta provosh këtë fakt, se si Partia Socialiste pas ikjes nga pushteti do shkërmoqet totalisht dhe nuk do të ketë njeri që të dali ballë dhe thotë Ramës po ti ishe legjenda jonë që na çove në Bashkimin Sovjetik, më kupton? Sepse në Bashkimin Sovjetik do jemi, se nuk do jemi në Bashkimin Evropian. Por e vërteta është që zonja Spiropali në këtë moment që jemi sot tregon një hapësirë konfliktuale e cila është studimore, është thithse për sa i përket pjesës së konflikteve, por e vërteta është në momentin e duhur ajo o do bëj pakt me Edi Ramën dhe do të shkojë drejt Bashkisë së Tiranës, o Edi Rama në fund fare do bëj pakt me të dhe paralelisht do ta promovoj aty ku mendon Edi Rama, po paralelisht do të bëj gati dhe një dosje penale për te ose për të afërmit e saj, që në fund fare ta shkërmoqi dhe ta zhduki nga Partia Socialiste, sepse manuali 1144 e vijim nuk ka ndalesë, sepse Partia Socialiste është e frymëzuar se si gropën ja bën njerëzit e saj që kënaqen nga pushteti absolut. Avokat, në këtë rast, a shikoni një grup që mund të qëndroj pas Elisa Spiropalit, sepse përflitet se mund të qëndroj Gramozruçi, Fatmir Xhafaj, dhe element tjerë të fuqishëm të cilët duket se janë pak kënaqur ndaj Edi Ramës
edhe pse nuk e kanë shprehur në publik, por në heshtje dhe në bisedat mes tyre thuhet që e shfaqin këtë pakënaqësi. Grupi në Partinë Socialiste kërkojnë ndjes në rast se do të zhgënjej, por grupet në Partinë Socialiste janë dy, Pushteti dhe Leku. Në rast se njëri nga të dyja këto grupet fillon edhe ka trazira apo ka probleme, sigurisht që do shfaqen dhe individ të tjerë të cilët do të thonë se është momenti për të zgjuar sepse Partia Socialiste ka humbur drejtimin e saj. Pra, këto dy janë grupe në Partinë Socialiste. Po të shikosh në komunist, po pa lek edhe pushtet, rrëf partia. Po pa që njëri nga të dyja këto element nuk ka mundësi dhe nuk jeton më, sigurisht shfaqet dhe thot jemi në një situatë koti, nuk jetohet kështu, sepse përseja nuk ka qenë kur kështu, ne jemi socialist, po nuk jemi rilindas, a kupton, dhe fillon e ndryshojnë atë pllakën sipas interesit tyre. Por nuk ka grupe tjera në Partinë Socialiste përveç dy grupe, Pushteti dhe Paraja. Jam i bindur që këto të dyja në Partinë Socialiste ka ardhur momenti që nuk janë ashtu siç ka qenë përpara, pjesërisht po dihet që çdo gjë ka konsumin e vet, ka kurbën e vet, dhe shkon deri atje ku duhet shkoj, pastaj kthehet edhe bie në kurrizat atyre që kanë bërë veprime të paligjshme dhe të mbrojtur politikisht. Prandaj them të vetme grupe që shfaqen në Partinë Socialiste janë këto dy grupe. Tani, a janë grupe të tjera me emërtime, Xhafa, Ruçi e të tjerë në Partinë Socialiste, aty kanë qenë dhe janë, sigurisht që janë në një situatë jo të mirë për veten e tyre, por rasti Spiro Pali është një frymëzim tokëzimi ose një frymëzim kundërshtimi ndaj ato çfarë zoti Rama po bën brenda Partisë Socialiste, po ju ta keni kështu të sigurt që diçka po i bëhet zotit Rama brenda Partisë Socialiste dhe zoti Rama do ta kuptojë në momentin e fundit, po do të jetë momenti i fundit që nuk ka shpëtim për të. A mendoni se Belinda Balluku dhe Elisa Spiropali po zhvillojnë mes tyre një lloj betejë të heshtur, pra në këtë rast a është Belinda Balluku rivalja më e madhe brenda Partisë Socialiste e Elisa Spiropalit? Unë nuk e mendoj më shpesh zonjën Balluku, sepse ne këtu e kemi diskutuar që ajo s'na ka dëgjuar dhe vazhdoi duke bërë veprime të cilët nuk përbëjnë politike, po janë veprime të cilët kuptojnë e porosia ekzekutohet dhe mbaroi situata. Unë mendoj se zonja Balluku politikisht është djegur, të jem realist. Atë shpëton vetëm një pafajsi në rast se do të marri, po duke ditur se dosjet janë qepur në forma të tilla që nuk kuptojnë gjithmonë përfshirjen e saj në veprimtari jo të ligjshme, sipas kuadrit të drejtësisë së Partisë Socialiste, që zoti Rama është krenuar me spakun e Partisë Socialiste dhe me drejtësinë e Partisë Socialiste. Pra, zonja Balluku duhet kuptoj që hetimi ndaj saj nuk vjen nga një drejtësi e paanshme, pavarur dhe i treti gjykon e ton, pastron, verifikon, gjen të dhëna dhe fund fare aksion për të kapur paligjshmërinë. Ky është një mashtrim që i bëhet politikës shqiptare nëpërmjet veprimeve të ndryshme që bëjnë disa analistë mashtrues që kanë mashtruar gjithë kësaj kohë popullin shqiptar, por besoj që pas kanë mashtruar edhe zonjën Balluku, por e vërteta është që zonja Balluku duhet të kesh parasysh që procedimi penal ndaj teje është i frymëzuar politikisht nga zoti Rama. Unë nuk e them këtë gjë sepse nuk besoj të drejtësia, por duhet keni parasysh diçka. Përdorimi që i ka bërë zoti Rama çdo lloj funksionari që ai ka mbështetur, nga Sejmi Tahiri deri më sot e zonja Balluku, është kuptim plot që manuali dhe linja e shkërmoqjes dhe e telendisjes së çdo individi që ka dhënë kontribut në keqeverisjen e Partisë Socialiste të Shqipërisë për Shqipërinë. Pra, këtu duhet të kuptojmë që zonja Balluku politikisht nuk mund të qëndrojë më
pavarësisht se dikush mund të shpresoj për një drejtësi të pavarur të paanshme, por e vërteta është që për mua zonja Balluku, në rast se merr një pafajësi nga drejtësia e Partisë Socialiste, për një pafajësi nga Partia Socialiste për nga drejtësia e partisë, sigurisht që ajo mund të rrezikojë karriken e zotit Rama, se mund t'i mbajë zotit Rama ndonjë A4 që nuk ja ka mbajtur SPAK-u sepse është e zotit Rama, por e vërteta është që në rast se zonja Balluku kalon betejën gjyqësore që unë shikoj të pamundur, por e kalon edhe bën një luftë të fortë duke fituar pafajësinë e saj, dyshoj, mendoj se do të kemi një rotacion shumë të madh brenda Partisë Socialiste dhe faktorë të cilët janë sot në Partinë Socialiste do të pësojnë një goditje të madhe dhe në fund fare zonja Balluku do të tregoj në rast se fiton pafajësinë nga drejtësia e Partisë Socialiste se si kjo situatë që ndodhi edhe me te ka ndodhur edhe me gjyshin e saj Beqir Ballukun. Do jetë një luftë shumë e madhe, një betejë shumë e madhe që duke shpresuar që ajo do të arrijë, por besoj se faktorë të tjerë do ndërhyjnë shpejt duke na bërë modele të ndryshme që përsëri zonja Balluku do jetë përsëri në telashe për heqjen e imunitetit. Zoti Zhlima, si mendoni kur do jetë ajo goditja finale që mund të bëhet ndaj Belinda Ballukut, duke qenë se SPAK-u ka lëshuar 35 urdhër kontrolle ndaj të afërmëve të saj, dhe në këtë rast drejtësia është duke shkuar hap pas hapi pas Belinda Ballukut për të dhënë këtë goditje finale? Kjo goditje do të jetë pak më e sofistikuar dhe do të jemi në një situatë që s'kemi qenë ndonjëherë në Republikën e Shqipërisë. Unë e kam thënë tek ju që do shpiket një dosje në kushtet e flagrancës për të ndaluar zonjën Balluku në një komisariat ose në SPAK, duke thirrur që mund të jeni këtu tek ne sepse ne po ju njoftojmë që jemi në kushtet e flagrancës sepse ju keni kryer një krim. Ajo sigurisht do të thotë që unë s'kam kryer asnjë krim, por SPAK-u do veprojë në kushtet e flagrancës, duke i thënë që ne do kërkojmë autorizim nga kuvendi në mënyrë të menjëhershme, ashtu siç aplikohet në nenin 288 dhe 289 të Kodit të Procedurës Penale, kur kuvendi i Shqipërisë do të marrë menjëherë vendimarrje të lirohet apo jo deputeti kur është në kushtet e flagrancës. Kjo është dosje që përpiqen që të bëjnë për zonjën Balluku. Tani nuk e di a do të vendos zoti Brau një standard të tillë, sepse ky standard nuk kupton që pas pezullimit të një ministri në qeverisjen ekzekutive, sigurisht nuk kupton që situata në Partinë Socialiste për shkak të mënyrës se si duhet të largohet me të çdo kusht një person që ka shërbyer në urdhrat e zotit Rama, është treguesi i qartë që zoti Brau duhet të marrë një vendimarrje për të thënë që SPAK-u nuk do të shkojë më në komisionin e mandateve duke bërë procedurën e tillë, po do të shpikë një dosje në kushtet e flagrancës, duke treguar që gjatë kohës kur kjo ka qenë në dieni të procesit penal, ka vepruar dhe ka kryer vepra penale të tjera gjatë kohës kur ka qenë në detyrë. Prandaj them që pritet për të parë muaj maj, për arsye sepse zoti Brau duhet të shfaq talentin e tij profesionalo-politiko-partjak, sepse këto janë të kombinuara me njëra tjetrën dhe nuk janë të ndara me njëra tjetrën, ashtu siç disa mashtrues analist na thonë, tjetër është reforma në drejtësi që qytetarët presin 100 vite pas 2016-s dhe tjetër gjë është SPAK-u që ishte pritshmëria e shqiptarëve, ku ndërkohë që të dyja bëjnë pjesë të njëjtës reforme dhe nuk kanë ndonjë diferencë me njëra tjetrën, por kjo e themi për mashtruesit analistë që mashtrojnë popullin shqiptar. Tani, themi të vërtetën është që po zoti Brau do të bëjë punën e vet ashtu siç ja ka rekomanduar partia e vet dhe ajo tjetra që ne mund ta diskutojmë më vonë, dhe vajtja e zotit Brau në Amerikë do na thas zonjën Balluku në seancë. Pra, kuptimi është që manuali vjen nga PS-ja, ndërsa fotoa nga
Amerika dhe shitet në Shqipëri si një kërkesë e ndërkombëtarëve, ndërkohë ku partia çon manualin që të vazhdoj ekzekutimi i porosisë sepse është vonuar madje shumë. Si mendoni, kush do ta ketë radhën pas Belinda Ballukut, duke qenë se Edi Rama duket që është i paprekshëm, por kush mund të jetë ai eksponent qoftë në radhë të Partisë Socialiste apo të qeverisë që mund goditet nga SPAK-u për gjatë këtij viti, duke qenë se rasti i Taulant Ballës për shembull është përmendur shpesh nga opozita, duke i thënë se do të jetë ai pas Ballukut, nisur edhe nga përgjimet që janë kryer nga SPAK-u dhe ku emri i tij ka rezultuar në disa dosje që SPAK ka pasur dhe ka nën hetim. Me vajtjen e zotit Taulant Balla në GKK dhe deklarata e tij jashtë SPAK-ut, duke u krenuar për drejtësinë e reformuar, për drejtësinë që pret populli shqiptar, mendoj se zoti Balla deri në 2027 në dhjetor, nuk do t'i ketë të lashet e mirë me Partinë Socialiste, sepse zoti Rama do përpiqet të largojë dhe zotin Balla nga Partia Socialiste me çdo kusht. Të gjithë të vjetrin. Se po ju ndërpres, madje qëndrimin e tij ose lavdrimin e tij për punën e SPAK-ut, shumica kanë krahasuar me atë lavdrim që bënte Rion Velia. Po, të cilët janë koleg prokurorët e SPAK-ut dhe ndërkohë përfundoi në të njëjtin vend. Ky ishte gjyqtar dhe dilte me vendimarrje. Ky edhe thosh sa burr kemi ecur duke shpartadhuar, duke fut në burg njerëz djallës majtas. Edhe një herë krenaria e tepruar e zotit Balla në krahasim me GKK-n dhe SPAK-un është treguesi i qartë që zoti Balla ka vajtur aty sepse ka qenë në pozita të vështira, sepse zoti Rama do thirret për shkak të kallëzimit që ka bërë zoti Balla. Unë mendoj se politikisht zoti Balla do të qëndrojë në Partinë Socialiste në maksimumin deri në dhjetor të 2027, por mendoj në një moment të caktuar, sipas porosisë gjithmonë të manualit të partisë, zoti Balla për mendimin tim, mos them edhe më përpara, po gjithsesi në maksimumin deri në dhjetor të 2027-s nuk do t'i ketë mirë rrugët me drejtësinë e krenuar nga ana e tij, që është një drejtësi e përkryer, reale, e vërtet, që është një e pavarur, e paanshme, mashtrimet që thot populli shqiptar nga mes deri në darkë. Por mendoj se kjo ka qenë strategjia e mirëmenduar, jo vetëm të mbrojtjes së zotit Berisha, por ka qenë edhe një porosi, mendoj unë, edhe nga vetë njerëz të zotit Rama që kanë një vije linje komunikimi me zotin Berisha nëpërmjet mbrojtjes së tij. Mendoj se thirrja e zotit Balla dhe zotit Rama në GKK nuk kupton që zoti Rama ka dashur patjetër që zoti Balla të shkojë atje dhe të krenohet si Rion Veliaj, sepse mos harroni faktin se edhe Rion Veliaj u krenua dhe tha për kolegët e tij që ishte i magnitur nga gjithë ato kolegë të mirë, të dashur, të jashtëzakonshëm, nuk kam fjalë të tjera të shtoj duke mashtruar opinionin publik. Por e vërteta çfarë na doli me zotin Veliaj, që ai pasi tha që janë kolegë të mirë, të papam, të pavajgjinushëm, ç'a bëri ai? A bëri kërkesë që të shpallet e pavlefshme emrimi i zotit Dado në SPAK? Pra si ka mundësi kur ti, pra shiko tani, se këtu janë edhe këta duan të na luajnë edhe mend, çfarë kupton, është edhe të mërshme kjo gjë. Ti për shembull je politikan i një partie të caktuar, që është Partia Socialiste, i e krenuar duke mashtruar popullin shqiptar që kjo drejtësi do funksionojë e pavarur. Ky është një mashtrim publik. Mirë, nuk funksionon drejtësia e pavarur nga qeverisja, kur nuk është. Ajo mund të jetë e pavarur në vendimarrje të brendshme, po kurse si e pavarur në aspektin e vjushmërisë së hetimeve dhe procedimeve, sepse ajo ka thjesht pastaj një praktik tjetër se do analizë juridike dhe kuptim plot të frymëzimit. Por ne shkojmë këtu dhe themi, orti zotri, pse na mashtrove ti dhe na the kolegë të mirë ata, kur ti e dike që zoti Dado që ka njëri që është emëruar në mënyrë të padrejtë në sistemin e drejtësisë së Partisë Socialiste. Kjo, o do të thotë që ti e pas ke vendosur qëllimisht në vetting dhe ke kaluar qëllimisht në vetting, që nesër kur të ndodhi një problem thuash, cila është kjo drejtësi? E kupton? Sepse kjo nuk ka fare asnjë pesh kuptimi. Pse?
sepse është sikur flet Sali Berisha dhe Edi Rama dhe thënë më vodhe zgjedhjet ose hap kutit. Por ti edhe ti pra Rama dhe Berisha bën reformë zgjedhore. Nuk e bën as Gylseni as Bardhi. Mirë, tani ju të dy i bërët reformën zgjedhore. Shajnë nga mjes dhe ndarkë me njëri tjetrin. Ky tjetri kryebashkiak merr titullin e ministrit të drejtësisë, a kupton? Kolegët e mikët me këta, është të ndershëm, të mirë, të përvolu fare, këta janë shejtor, ne të tjerët jemi djalli. Dhe ti thua jam krenar për këtë gjë. Ti si mund të thua që je krenar për këtë gjë, kur ti në realitet nuk po përfaqëson drejtësinë, sepse ti nuk je pjesë e drejtësisë, po për shkak se këta kanë krijuar bashkëpunimin në këtyre në tavolina të errta dhe me gjëra të tjera në mes, e din vetë ata mos ke merak, thjesht ne supozojmë. Kanë krijuar sigurinë e tyre dhe kur vjen momenti që ata me gabimet e tyre të ignorancës, të pamaturisë, sepse ata arrin në një studim shumë të zhgënjur. Pra, bën veprime sepse besojnë se pushteti është i tyre në mënyrë absolute i përjetshëm. Dhe pikrisht e këto gabime që këta bën, sot ne i shikojmë që Velia nga koleg thot armik. Pra, e shikoni situatën. Rastin Veliaj mos e shkëput nga rasti Balla, pse se ai doli dhe bëri një deklaratë shumë të fortë, i krenuar për drejtësinë. Pra, Balla duhet kuptoj tani që në çdo moment do t'i vije diçka pas. Pse do t'i vije diçka pas? Sepse Berisha, edhe ma dëgjoj me kujdes këtë që po të them. Berisha procedimin penal e ka nga Balla. Berisha ka konflikt me Ballën këtu e shumë vite. Balla ka bërë një deklaratë shumë të keqe, po nuk e përfundova në burg Berishën. Po Berisha e ma peng Ballën. E di pse e ma peng, do t'ja puni ty një lajm. Berisha në ndryshime kushtetuese, në ndryshime zgjedhore, në ndryshime territoriale, dhe pse jo dhe ndonjë kërkesë europiane për nevojimin e 94 vota në parlament, po nga PD-ja, kërkon kokën e Taulant Ballës përpara drejtësisë shqiptare. Vjera e marrëveshjes. Prandaj deklarata që bëri Balla është një gabim fatal, sepse Rama mund të ketë konflikt me Sali Berishën, po është politik. Le të ketë për shembull shumë mos marrëveshje me Sali Berishën, por kur të vi momenti i dakordësisë politike midis Edi Ramës dhe Sali Berishës për të shpëtuar njëri tjetrin, atë që shpëtojnë gjithmonë vazhdimisht, që bëjnë viktimë autorën të njëjtës. Patjetër, sepse Edi Rama e ka treguar që i shet bashkëpunëtorët. Sali Berisha në momentin e fundit do kërkoj kokën e Taulant Ballës dhe Rama nuk do të negocioj, do thot po, ta japun që tani po. Pse? Sepse vajtja e Taulant Ballës, mënyra e krenarisë dhe deklarimit të tij ishte pothuajse i njëjtë me Terion Velis, po akoma më i lartë sepse ai tregoi sikur un kam kapur pushtetin dhe falmej është në këtë situatë Sali Berisha. Por Sali Berisha në këtë situatë që është komod, është kryetari më i madh i partisë opozitare. U fut arrest në shtëpi dhe jo në burg, procedimin penal e bën në gjendje të lirë, ai gjykim mund të mbarojë mbas 100 vitesh, ajde duke bërë sigurisht që ai deli pafajshëm, se unë ta kam deklaruar dhe deli pafajshëm sa as bëhet fjalë që të ketë fakt penal, dhe ai që do të jetë i humbur dhe Sali Berisha do ta presi ta sfidoj, kush është? Taulant Balla. Sepse kjo nuk është një betejë midis vlerave, parimeve dhe po them drejtësia e munguar. Kjo është një betejë personale. Imagjino, pyet kallëzuesin që ka firmosur një kallëzim dhe nuk di për mbajtjen e kallëzimit, më fal, kush ta solli recetën dhe e çove? Pyet kallëzuesin, zotri,
ku i lexove këto gjëra apo ku i mendove? Kam lexuar gjëra që janë kallëzuar në 2020-ën apo 19-ën dhe ato janë publikuar në një televizion në 2021-shin. Ore vlla tani, o këto tani ti ka bërë ai, o gjeve tani çfarë ke bërë me kallëzimin, se kallëzimi nuk është, sepse duhet kemi parasysh diçka, kur bën një kallëzim dhe pyetesh nesër nga autoritetet, duhet të kesh parasysh çfarë ke kallëzuar, se sigurisht që ti je në brendësitë të muhabetit që çfarë ke kallëzuar, jo merr mua informacion. Po pse çaj je ti? Mirë që si avokat, po ti edhe sikur të isha avokat, ne çfarë i kërkojmë klientit? Them, na silli fakte të tjera të cilët ne na përbën që janë vepra penale. Se ne mund të shpikim vetën e themi, tani aty ekziston një vepër penale. Prandaj them, Zoti Balla do të jetë personi më i rrezikuar deri në dhjetor të 2027-s, sepse që tani ka filluar ajo goditja. Edhe një herë po ju them edhe ju a kam thënë përsëri tek ju. E mbani mend rastin se si filloi rasti Veliaj, rasti Tahiri. Një lajm sot, një lajm nesër, u tërhoqën gjitha lajmet. Jo, pastaj vazhdon prapë. Jo, u tërhoqën prapë kështu. Rasti Ahmetaj, lajme sot u tërhoqën prapë. Rasti Balluku, gjithë lajmet, pastaj u tërhoqën, pastaj s'kishin çfarë të bënin, nuk kanë si ta ambulonin dhe Po, njëjta strategji është. Njëta strategji. E mba me në rastin e Taulant Ballës, nxjerr lajme, mblidhin mbrapsht, vazhdon ose konflikt në parlament, shfaqet një akuzë e rëndë nga Gazmend Bardhi. Pra, nga gjithë kjo situata ju që shikoni është që personat të cilët janë të përfshirë me zotin Rama dhe zoti Rama i ka përdorur, do shkojnë edhe të përballen te drejtësia e tyre, sepse është drejtësia e tyre, edhe një herë po ju a them, nuk është një drejtësi e paanshme të pavarur, sepse në rast se do të ishte, sot ti nuk do të kishe procedime penale të cilët janë qesharake, por ke individ të cilët bashkëpunojnë të bëjnë pjesë të një loje, në gjatë kohës dhe gjatë rrugës, heqin dorë nga marrëveshja për shkak se kanë prishur pazaret personale. Ju mos mendoni sepse vajtja e Zotit Brau në Amerikë do të sjellë risi. Jore, vajtja e Braus në Amerikë do të sjellë këtu porosin që Rama ka, që dali Rama nga çdo hall dhe siklet që ka brenda Partisë Socialiste dhe brenda drejtësisë së tij. Duke mbetur te goditjet e Spakut që mund të kryej në të ardhmen, a mendoni se me thirrjen në GKK si dëshmitar për dosjen Partizani të Edi Ramës mund të ketë një fillim hap pas hapi, pavarësisht se kjo dosje nuk ka bëjt drejt për drejt me Edi Ramën, kuptimin për ta pasur atë në bankën e të akuzuarve, por është thjesht si dëshmitar. A mendoni se Spaku mund të ndërtoj hap pas hapi, qoftë dhe mendimin e ndërkombëtarëve, përmendim këtu gjermanët, amerikanët, sjellim në vëmendje dhe një vizitë të prokurorëve të Spakut së fundmi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, a ka një dosje që po kopsitet pak nga pak për Edi Ramën dhe që mund të arrijë në një pikë finale pas goditjes së gjithë këtyre elementëve, përmendim këtu Belinda Ballukun, Taulant Ballën, apo ndonjë eksponenti tjetër për rreth Edi Ramës që mund të jetë ai tulla e parë para se të hiqet e gjithë ngrehina e vetë Edi Ramës. Dosje ka për Edi Ramën në prokurorinë e Republikës së Shqipërisë dhe ki kujdes me fjalinë që po të them në prokurorinë e Republikës së Shqipërisë. Nuk do të thotë që mund të jetë Spaku, po në Republikën e Shqipërisë që ka edhe prokurori të tjera që janë të zakonshme. Pra mund të iniciojë nga prokuroria e Tiranës dhe më pas ajo heq dorë për shkak kompetencash dhe ja dërgon Spakut. Një dosje e vogël, nuk ka të rëndësi të jetë e madhe, por një dosje e vogël thjesht jetë me indicie provë që në fund fare të detyrimisht prokurorët e Spakut ta marrin. Çfarë ju thash? Detyrimisht prokurorët e Spakut do ta marrin. Pse thash këtë gjë? Sepse edhe me citimin tuaj që thatë gjermanët, amerikanët dhe të tjerë për të dhënë dosjet e Spaku dhe Spaku pastaj vepron. Edhe njerë, prokurorët e Spakut të zakonshmit dhe të posaçmit ta keni të sigurt, edhe sikur të kenë në dosjet e tyre Edi Ramën, nuk ja mban asnjëri të procedoj kundër Edi Ramës, vetëm po nuk patën një sinjal të qartë imponimi
nga partnerët ndërkombëtar për shkak se ata janë në vasalitet me partnerët ndërkombëtar, se i presin dhe i përqafojnë edhe marrin porosi nga ata, po nuk marrin porosi, kujdes, sepse këtu duhet kemi kujdes. Jo porosi ma arrestoj X-in apo Y-in. Jo. Marrin për shembull që shiko, ne kemi bërë një kallëzim penal. Ku është vazhdimi i kallëzimit penal? Pra nga aspekti procedurial flasin të huajt. Ndërsa këta tanët këtu brenda bëjnë marrëveshje familjare dhe mos them të tjera me radhë me politikën aktuale pra të qeverisë të Partisë Socialiste, duke bërë loja të ndryshme, si ishte rasti i zonjës Irena Gjoka, që kërkohet pushimi i procedimit penal ndaj saj, ku faktet bërtërisht dihen që ajo ka qenë ndaluar për mos të lëvizur jashtë shtetit për shkak se kishte një vizë të falsifikuar. Pra e kuptoni që ju ndërkombëtarët duhet t'i kuptoni një situatë tjetër procedurale formale, jo se ata marrin dosje dhe thonë që Rama duhet arrestohet, futet në burg dhe kështu me radhë. Sepse Rama përdoret vazhdimisht nga të huajt si me raste marrëveshje të ndryshme tregtare për shkak të interesave të vendeve të tjera. Marrin ata atë çfarë duan dhe pastaj përcjellin dosjen atje ku duhet, po për të arritur procedura dhe të vazhdohet dhe të ekzekutohet në aspektin gjithmonë procedurial. Pra mos u bindini ose më mis mos u deni nga ideja që drejtësia e re do të shkojë tek Rama ashtu siç mund të pretendohet nga njerëz të thjesht. Po drejtësia e re e Partisë Socialiste e Edi Ramës do të shkojë tek Edi Rama atëre kur Edi Rama do të ketë bërë gabimin fatal, kur të gjithë faktorët të cilët ai ka përdorur për interesat e tij do përplasen me Ramën për shkak se Rama në fund fare i ka përplasur me qëllim personal për t'i dëmtuar ata dhe ata në momentin e fundit do dalin që ta tradhtojnë Edi Ramën. Por është një moment i cili do realizohet, por kërkon pak durim për shkak se situata është e tillë dhe na bën që sigurisht që disa faktorë të tjerë duhet pastrohen fillimisht dhe pastaj vjen momenti i përplasjes së madhe që do të ketë Rama me ata të cilët ka përdorur vazhdimisht. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shimin e intervistat tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.